Sot në AMF 11 marsi në Prizren në praninë e drejtorit të shërbimeve publike Islam Okimeri, asaj të arsimit Lulieta Veselaj Kutaj dhe të shëndetësisë Dr. Sulejman Baxhaku dhe përfaqësuesve të Bashkësisë Evropiane. Filloi projekti madhor i komunës së Prizrenit mbi 5 milion euro, rehabilitimi i eficiencës së energjisë për ndërtesat e komunës së Prizrenit. Fillimisht sot Dr. Sulejman Baxhaku, drejtori i shëndetësisë, tha se në këtë projekt po e fillojmë këto në AMF 11 marsi, e ku do të ketë renovim edhe në shumë qendra tjera, edhe shkolla projekte do të përfundojnë për një vit. Po sot jemi mbledhur së bashku dhe drejtorin e shërbimeve publike, gjithashtu edhe me Jonën, për mi fillu punimet për renovimin e 43 objekte në kuadër të projektit për eficiencë për energji për objektet e komunës Prizren. Jemi mbledhur këtu për të filluar punimet me objektin e parë në kuadër të projektit për eficiencë për energji, në kuadër të renovimit të objekteve komunale, po filloj me objektin e parë në AMF në 11 marsi për të vazhduar pastaj me projekte tjera, mbi 20 projekte në kuadër të drejtorisë së shëndetësisë dhe projekte tjera në kuadër të drejtorisë së arsimit. Projekti do të zgjasë rreth 1 vit. Ku pas hulumtimit janë përzgjedhur gjithsej 43 ndërtesa si shkolla dhe qendra shëndetësore dhe ndërtesa të tjera komunale të ndryshme në komunën e Prizrenit, që do të rehabilitohen me renovime eficiente. Ndërto me prodhime vendore.